Historia e familjes Reka është bërë tërheqëse për zviceranen Elizabeth Kaestli, gazetare dhe autore e librit 7 vëllezër dhe 7 motra, një familje kosovare në përbot. Shpërngulja nga Kosova në kërkim të kushteve më të mira për jetesë ka qenë zgjidhja e vetme e familjes Reka nga Kërbliqi i Kaçanikut, që në vetë numëron 14 fëmijë, 7 djem dhe 7 vajza. Kjo histori e kishte tërhequr shumë gazetaren zvicerane Elizabeth Kaestli, e cila ka botuar një libër me historinë e veçantë të kësaj familje. Selim Reka është një nga antarët e kësaj familje që ka gjetur vend në rrëfimin e autorës zvicerane. Është ngjarje e vërtetë në për të cilën ka kalu, në për të cilën rrugtim ka kalu familja Reka. Mirë po, kjo në një aspekt më të gjerë, vërtet tregon se një pjesë e madhe e familjeve shqiptare, gjithsesi kosovare, kanë kalu në për rrugë të tilla për të cilat